Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij i fundit. Vëllezër të nderuar, Zoti është përbleft se keni ardhur për të marrë pjesë për të ndëgjuar fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shpjegimin e 40 haditheve të librit të Imam Nevaviut. Jemi sonte te hadithi me numër 8, ku Ibn Umer radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i tij të falin namazin dhe të japin zakatin. Nëse bëjnë këtë, ata do të fitojnë nga unë sigurinë për jetën dhe pasurinë, e nëse janë në pajtim me Islamin, ndërsa llogarinë e tyre të brendshme për sinqeritetin do të japin përpara Allahut të madhruar. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Në fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jam urdhëruar, kush ka qenë ai i cili ka urdhëruar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij? Allahu xhalla shanuhu. Për arsye që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhat i ka marrë prej të Madhit Zot. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta urdhëroj askush tjetër përveç Zotit xhalla shanuhu. Ndërsa nëse sahabët, nëse lexoni libra, lexojmë dhe ndëgjojmë në ligjëratat e hoxhallarëve kur thonë sahabët jemi urdhëruar. Kur ndëgjojmë këtë prej sahabëve, jemi të urdhëruar, ata i ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith me të vërtetë është një hadith që njerëzit kanë nevojë ta lexojnë, ta mësojnë, ta studiojnë dhe t'ia mësojnë të tjerëve. Pse? Se shumë njerëz kanë dëshirë të jenë prej atyre që japin mundin për triumfin e fesë islame. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thotë jam i urdhëruar prej Zotit xhallashanuhu të luftoj njerëzit. Derisa të dëshmojnë se nuk ka Zot tjetër që meriton madhruar me të drejtë dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Kur Allahu xhallashanuhu i dha mundësi dhe vendim mbi sipërfaqen e tokës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i dërgonte muslimanët e vet, shokët, në grupe të vogla dhe në grupe të mëdha, për ta shpërndar amanetin me cilën e kishte ngarkuar Zoti xhallashanuhu. Cili është amaneti që e ka ngarkuar Zoti xhallashanuhu? Që ta përcjell fenë islame mbi sipërfaqen e tokës. Për arsye që Zoti ka thënë: "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ne nuk të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për gjitha botrat. Ti luftoj njerëzit, disa thonë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Zoti te familja e tij. Kjo është argument që Allahu ka dërguar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam për të gjitha shtresat e njerëzimit, për të gjitha llojet e njerëzimit. Qofshin ata arab, qofshin ata persian, qofshin ata popull të cilët kanë jetuar rreth vendit ku ka zbrit shpallje që kanë qenë edhe romakët, ka qenë edhe kontinenti i Afrikës jo larg, e kështu me radhë. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar njerëzit për me përcjell amanetin e Zotit, asnjëherë vllazni nuk e kanë nxit i pari përplasjen, ballafaqimin luftarak me përbesimtarët. Gjithmonë i ka thonë udhëheqësit musliman, edhe kur i ka nisë për ekspeditat luftës, thotë zbrit fi sahatihim, në tokat e tyre, në fushat e tyre. Ndalo mos po ndëgjon ezanin. Në qoftë se nuk e ndëgjon ezanin, atëherë fillo me ta. Me çka me fillu? Me thirrën islam. Po nëse nuk e pranojnë islamin, ka qenë dhe mbetet me pagu gjizjen që më konë të mbrojtën shtetin islam.
Nëse nuk e pranojnë as të parën as dytën, dhe dojnë me pengu për hapjen e fesë islame, atëherë luftoni. Për arsye që nuk lejohet një shtet musliman me sulmu një shtet jo musliman nëse ata nuk e sulmojnë shtetin islam e para, edhe kushti i dytë nëse ata nuk e pengojnë për hapjen e fesë islame. E para, nuk i lejohet muslimanëve ti sulmojnë jo muslimanët. Në qoftë se ata nuk i sulmojnë muslimanët e para, edhe nuk e pengojnë për hapjen dhe shfaqjen e fesë islame. Nëse ato i bojnë njërën nga këto dyja, apo i bojnë të dyjat, atëherë i lejohet muslimanëve kur janë të fuqishëm me largu pengesen që e ka vendos ai popull mes islamit dhe popujt të cilët gjenden pas tokave të tyre. Omer radiallahu anhu ka pas një polemik me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Kur vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shtetin islam e tronditi një ngjarje që kjo tregon për vendosmërinë e Ebu Bekrit, pozitën e lartë që e ka, renditjen e peshës pas profetëve të Zotit xhallashanhu, si njeriu më i mirë i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radiallahu anhu po tregon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po bën muhabet me Omerin, çu do me i luftu njerëzit të cilët po thojnë që ne nuk do të dhojmë zeqatin. Ebu Bekri po i thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam urdhëruar të luftoni ndërsa të dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Të falin namazin dhe të japin zeqatin. Të falin namazin dhe të japin zeqatin. Derisa ata nuk janë ka pranojnë me dhonë zeqatin, atëherë ne jemi të urdhëruar të luftojmë. Nëse muslimanët e kanë një rregullore, kanë një shtet i cili u merr zeqatin, nëse ndalohen me emor, që shërbojnë shumica muslimanëve, që për fatkeqësive që kanë ndodhur gjatë ndryshimit të realitetit, vërtetës, në historinë e njerëzimit është, se në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas tij i ndal ekipet dhe kanë mbledh zeqatin. Ata nuk i kanë pyet. Nëse ata e kanë pengu dhonën e zakatit, shteti islam ka përgatitur ushtrisën, sikur të kishte një person, ka qenë e lehtë me amor pasurinë. Mirë, por këtu ka pas disa popull të cilët kanë mohu dhonën e zakatit. Pra atë Ebu Bekri radiallahu anhu ka përgatitur ato ushtri dhe i ka eduku ata popull dhe janë kthyer në islam dhe kanë pranuar dhonën e zakatit dhe i kanë pranuar gjitha rregullat e fesë islame. Dietar kur i lexojsha dhe i ndëgjojsha komentimet e këtij hadithit, e cekën një send me rëndësi. Në qoftë se një njeri gjatë betejës, që shë dini të gjithë rastin e Usame ibn Zeidit radhiyallahu anhuma, gjatë betejës, duke u luftu mes tij dhe muslimanëve, e shet që i ka nërë momentet e fundit dhe bjen shahadet. E kemi urdhën pej Zotit xhallashanuhu, pastaj pej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ne të ndalem nga luftimi i tina. Për arsye që ai hyrë në islam. Dhe e kemi obligim ta përcjellim a ka hyrë në islam plotësisht, apo ka hyrë pjesërisht, apo ka hyrë sipërfaqësisht. Nëse vërtetohet që ai ka hyrë në islam, atëherë pasuria dhe gjaki i tina është ndaluar për neve. Mirë, nëse ai ka hyrë për të shpëtuar atij momenti, atij çasti, dhe nuk e fal namazin, nuk e jep zakatin, nuk e njehson Zotin xhallashanun në adhurim, atëherë gjendja e tij ndryshohet, kthehet në gjendjen e parë. Nga përgjithësimi përmendur në hadith, pra që të luftohen derisa të praktikojnë ato që përmenden në hadith. Përjashtohen krishterët dhe qifutet të cilët japin taksën. Se ata kanë qëndruar në mesin shtetit në islam, duke pagu ato që sot e paguajnë vllazërit tonë 10 fish, nga ajo që e kanë pagu krishterët dhe qifutet në shtetit islame. E kom fjalën për muslimanët të cilët jetojnë në vendet e kufrit.
Përkundrazi, ata të cilët nuk kanë pas mundësi me pagu, shteti islam i ka liru. Për shkak moshës shtymë apo diçka. Edhe ka qenë një taks sipërfaqësore që e kanë pagu që më mbrojt nderi tyre, pasuria tyre, jeta e tyre dhe e drejta për ta praktikuar fenë e tyre në vend shtëpitë e tyre. Po jo ta shfaqin haptas mosbesimin apo të fyhet Zoti xhaleshanu apo të fyhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo të fyhet feja islame haptase. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e caktonte një emir në krye të ushtrisë apo ekspeditës, e prosiste veshmas me devotshmëri dhe të sillej mirë me muslimanët që kishte me veti. Dëshmit, shahadeti, i mjaftojnë njeriu për të hyrë në islam, duke qenë se ato janë detyra e parë që i kërkohet një njeriu. Për këtë arsye, nuk duhet të avëm veshin fjalëve të filozofëve të cilët bazohen në disa gjëra të tjera që kanë lidhje me meditimin apo vullnetin për të medituar. Ibn Daqiq al-Eid në komentin këtë ditë thotë, hadithi po në qartë me dhëbin e dietar hulumtues dhe shumicës së të parëve dhe të mëvonshme, se kur njeriu të besoj bindshëm dhe pa lohatje fenë islame, kjo e mjafton atij dhe nuk është i obliguar që të mësoj argumentet e filozofëve apo të njohë Allahun përmes atyre meditimeve të cilat i kërkojnë ata. Luftimi atyre që nuk e japin zakatin kryhet atëherë kur ata nuk e japin dhe luftojnë për këtë gjë. Do të ata i kanë dy probleme. Problemi po nuk i japin dhe e dyta luftojnë mosdhënien e zakatit. Paramendoni vllazni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me vdek e ka përgatitur ushtrinë me krye me Osamen ibn Zeidin me e çuar në ekspeditë, i cili ka qenë moshë shumë tre. Në atë kohë, fiset arabe, jo të gjitha fiset arabe, një pjesë prej tyre e kanë lëshu rrugën e Zotit. Shteti islam u trazu prej një gjendje të sigurt, prej një shtet me kufi jashtëzakonisht të zgjeruar, ndodh ajo çka ndodh. Abu Bekr radiallahu anhu i thot Osama ibn Zeid, thot nisu në vendin ku të kanë ngarkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për më shku. Sahabët po i kërkojnë Abu Bekrit që ta ndal këtë ushtri, për shkak se dul një situatë e re dhe të ndihmohemi me ta kundër tyre. Abu Bekr radiallahu anhu thonë nuk do ta kthej një ushtri të cilën e ka porosit dhe përgatit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me pjesën tjetër të sahabëve, të muslimanëve, të cilët i kanë mbet, do të thotë muslimanët i kanë korr dy fitore. Muslimanët i kanë korr dy fitore. Ajo që të ka pak më herët, kur u ndal tubimi i zakatit në shtetet islame. Ne dim se në fillim ka qenë një shtet islam, pastaj janë bërë dy shtete islame që nda në lindjen perëndim, pastaj janë shtu ndarja dhe përçarja mes muslimanëve fatkeqësisht. Kur shtetet islame kanë hek dorë nga tubimi i zakatit, tubim i detyrueshëm, e kanë lënë këtë çështje, këtë shtyllë të fesë islame në duart e pasanikëve. Do të ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Edhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që shumica e pasanikëve prej muslimanëve nuk e japin zakatin, apo kur e japin nuk e japin në ato 8 kategori që i ka caktuar i Madhi Zot me i dhon. Për arsye se çështojnë dietarët e fesë, në qoftë se do ipet zakati tek njerëzit të cilët e meritojnë zakatin, nuk do të kish mbet nevojtar mbi sipërfaqen e tokës. Ne vllazni po folim për njerëz nga mesi muslimanëve që dhonja zakatit një personit është e barabartë me buxhetin e një shteti tërë për tërë vitin. E ne ka dhe Zotin, nga mesi musliman kemi jo një po kemi aq shumë vllazën dhe motra, të cilët e kanë obligim dhënien e zakatit, që është 1/40 e pasurisë të tyre, që nëse ipet mirret detyrimisht dhe të bohet në bankat qendrore të atyre shteteve, do të kish pas të pric të ardhurave që do të ishin shkep mbrenda atij shtetit nëse do gjendet të varfër dhe shtetet përreth, deri tek muslimani i fundit në skajën e dunjas i cili ka nevojë. Illa bi haqqil islam,
vetëm se me drejtën e fesë islame. Vllazni, gjithë e dim që në fenë islame ka ekzekutime nga muslimanët të cilët bin shahadet, të cilët i falin 5 kohë namazit, të cilët e japin zakatin në raste të caktuara. Kur muslimani e bjen veten para ekzekutimit të tina, me cilat vepra. Në qoftë se një musliman për musliman fatkeqësisht e myt një musliman të tjetër, dhe familja nuk ja falin gjakin, nëse respektohet sistemi i fesë islame, ky person e meriton dënimin nga Zoti xhaleshon që është shpirt për shpirt. Dhe raste tjera që e lejon feja islame ekzekutimin e mëkatarit, gjënaqarit madh, prej tyre është që gjatë historisë njerëzimit shumë pak u praktiku, dhe në kohën e sot nuk praktikohet hiç në asnjë shtet mbi sipërfaqen e tokës, është kur i martuari ka marrëdhënie jashtë martesës së tina, i cili është i martuar, i ka mundësi atë haram me kry me hallat të bashkëshortit e tij, mirë për në kohën e profetit, kur u kry, dhe pastaj njerëzit kanë shku dhe kanë desh me u pastru. Jo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëz të cilët i ka kontrollu se kush po bën këtë gjëna, mirë po kanë shku me vetë dëshirën e tyre, pas pendimit, gabimit të cilën e kanë bë, i kanë thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastrona, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kthy disa herë kur ata kanë kemgul që nuk dëshirojnë t'i dalin Zotit me mëkatin që e ka bë, e ka urdhru ekzekutimin e tyre. Prej tyre është që i thëtë Khalid merë këtë, vendosën e grop dhe ekzekuto, dhe pasi ekzekuto, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thëtë është penduar me pendim në qoftë se do i ndar pendimi i saj 40 burrat Medinës, do t'i kish mjaftu. Kjo gru ka pas marrëdhënie me një burr të martu, dhe nga ajo akt mes tyre ka pas edhe 7 xhani, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthy disa herë, derisa të lind, ka ardhur, ka thonë derisa bëhet me hongër bukë, derisa e ka marrë fëmin, bukën e ka pas dorë që me i tregu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do thot disa se në qoftë se ajo nuk do t'i shkthy dhe nuk do të kish kërkuar pastrimin për mëkatin që e kish bërë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë dietarët e ves, nuk do të kish shkuar për ta kërkuar, për ta ekzekutuar. Me përjashtim për arsye që kur kanë mërrin, si është hajnia, kur kanë mërrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajnin nuk e ka fal. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë shkatruar popujt të cilët kanë qenë para juve, për arsye që kur ka vjedh i pasuri dhe i larti me pozit, e kanë fal, ndërsa kur ka vjedh i varfri dhe i dobti me pozit, i kanë ekzekutimet e Zotit, thëtë vejmullahi, thëtë për Zotin në qoftë se Fatimja qika jame, qika Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të kishte vjedhur, do kishte kputur dorën e saj. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa llogarinë e tyre të brendshme për sinqeritet do të japin para Allahut të madhruar, do të thotë se ai që shfaq Islamin dhe shpreh dy dëshmit, me këtë gjë ai ka siguruar pasurinë dhe jetën e tij. Nëse ka qenë i sinqert në pamjet e jashtme dhe atë të brendshme, kjo do t'i vlejë atij përpara Zotit xhaleshon. Por nëse gjendja e brendshme e tij është në kundërshtim me atë që shfaq me hipokrizi, atëherë ai do të jetë në gradën më të ulët të zjarrit të xhenemit. Në këtë ngjarje, në këtë hadith kemi përfitime të shumta. E para, urdhërimi për të luftuar derisa të realizohen dy dëshmit, namazi, dy dëshmit, shahadeti, do dy dëshmit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, falja namaz dhe dhënia zakatit. Do thotë këto është obligim edhe në shtetin islam, vllazni. Namazi i burrave është në xhami. Edhe ne e dim se lanci namazit të 4 mëdhëbet, në qoftë se dikush është lanci namazit dhe dihet se nuk e fal namazin, nuk e ekzekutohet në shtetin islam spari. Mi po këshillohet, përkujtohet. Në qoftë se ai kemgull dhe thot nuk du për më fal, mi po kjo ekzekutim nuk dihet ndonjëherë që ka ndodhur në historinë islame. Nuk dihet ndonjëherë që ka ndodhur në historinë islame. Ajo që dihet në historinë islame është që janë luftu ata të cilët e kanë lënë dhe kanë pengu dhënien e zakatit. Në termi punë
në termin punë përfshihet i shprehur, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na di thotë, nëse ata e veprojnë atë, pra e tha këtë pasi përmend dy dëshmitë se janë shprehje. Pohimi llogarisë se vepra ditën e gjykimit. Ai që nuk jep zakatin luftohet për këtë gjest, derisa ta jep. Derisa ta jep. Dhe ata që praktikojnë islamin nuk pranohet, ndërsa sinqeriteti i tij i brendshëm i lihet Allahut xhaleshano. Osame ibn Zeid radiallahu anhu, kur e ka myt personin në luftë, i ka thonë ja Rasulullah, e ka shpreh shahadetin nga frika e shpatës. Për arsye që ai deri në momentin e fundit ka luftuar dhe i ka vrarë disa sahab. Kur e ka pa që u mujt, dhe o pa që ona nuk është më në onën e tina, ra shahadet. Osame ibn Zeid ka qenë i shoqëruar me një sahabi tjetër. Sahabia tjetër u kthy. Për arsye që kanë dëgjuar duke thënë la ilaha illallah. Edhe Osamja i ka ra shpat, ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ngjarje. Osamja radiallahu u arsyetu me arsyetimet e tina, dhe thotë kisha pas dëshirë që atë ditë të bi shahadet. Çka do të thonë atë ditë të bi shahadet? Për arsye që ai i cili hyn në Islam, gjitha mëkatet të cilat i ka bërë para Islamit falen. Edhe ka thonë çfarë do t'i thush Zotit ditën e gjykimit ku ai do të vjen me la ilaha illallah. Çaj do të vjen me la ilaha illallah, ne derisa nuk i dim njetet e njerëzve, nuk kemi nevojë me i komentu atë çka kanë njerëzimi në zemrat e tyre. Vrehet rëndësia e madhe e namazit dhe zakatit. Në këtë rast namazi është e drejta që i përket trupit, ndërsa zakati është e drejta që i takon pasurisë. Pasuria duhet pastrohet dhe pasuria duhet jepet dhe duhet përkujtu ata të cilët i kanë nderuar i madhi Zot me pasuri që me të vërtet kënë kujdes dhe ta jepin. Vllazni, çka do i thët i pasur në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanuhu, për arsye që ne ka folin për shtyllat fesë. Shahadeti është shtyllë e fesë, namazi është shtyllë e fesë, zakati është shtyllë e fesë. Mirë. Allahu xhaleshanuhu kur ka përmend Kur'an namazin, asnjëherë nuk e ka dhënë zakatin për namazin. Muadhin radiallahu anhu kur e ka dërguar në Yemen, po i kërkon Muadhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të fillon me popullin e Yemenit me këtë thirrje. Thirrje derisa dëshmojnë që nuk ka Zot që meriton të adhurohet me drejtë përpos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Nëse ata pranojnë, thuj, Allahu ju ka bërë obligim me fal namazin 5 herë gjatë ditës dhe natës. Nëse ata falin namazin, thuj, do të më një herë që Allah ja ka bërë obligim dhoni zakatin që mirët nga të pasit e juve dhe i kthehet varfënit e juve. Do të thotë këto trija nuk ndahen. E pra është me të vërtet shumë e tmerrshme kur dikush thot unë do hyj në xhenet dhe nuk e fal namazin apo nuk e jep zakatin. Dërsa Allah xhaleshanu kur tregon për banorët e zjarrit të xhenemit po thot ma salakakum fi saqar, çka jo ka shty juve të jeni në sakar që është logina që do të dënohen më shumë të banorët e zjarrit të xhenemit, ka thonë qalu lam naku min al musallin, nuk kemi qenë për aty të cilën janë falur. Wa lam naku nut'imul miskin, dhe nuk e kemi ushqy nevojtarin të varfrit. E ushqimi i nevojtarit zakonisht bëhet nëpërmes dhënies zakatit që është shtyll, pastaj janë dhëniet e sadakave që janë pas zakatit. Sheikh Albani e ka një transmetim interesant, të disa të pasër mendojnë, në qoftë se unë e kam dhënë zakatin dhe e kam dhënë komshist i cili ka qenë me banim afër meje. E kam kry obligimin tim ndaj tina. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë nuk është besimtar ai i cili flen dhe komshiu i tij flen i ngopur dhe komshin që ka afër është me bark zbrasur. Thot nga ky hadith kuptojmë që të pasrit kanë obligime shtesë përpos zakatit. Që nëse dikush ka pasuni, i ka 10.000 euro të palume. Për 10.000 euro e ka obligim i dhon 250 euro. Na dim se zakati jepet një herë vit. Nëse një pit varfër për nevojtarëve nuk ka mujt me arrit me mbledh apo me i dhon përveç se 250 euro, a ka mundësi dikush me i kalu 365 ditë të vitit me 250 euro? Nuk ka. Për atë muslimanët e cilët e kanë ato në rrethin e tyre, e kanë obligim përpos që e kanë të lejume dhe detyrume dhonën e zakatit,
e kanë obligim me vazhdu edhe me dhonën e sadakave, që mos me i lanë të uritur me barkë zbrasën, jo një natë, as një natë gjatë vitit. E lusim Zotin xhaleshanuhu që gjithë ata që kanë pasuri ta kenë fituar halal, dhe lusim Allahun xhaleshanuhu që gjithë ata të cilët dëshirojnë me dhënë zakatin, inshallah e japin ato vende ku Zoti xhaleshanuhu e ka bërë obligim me dhënë. Alhamdulillah rabbil alamin.